Përfaqësues të institucioneve arsimore, ata të sigurisë dhe anëtar të shoqërisë civile në Gjakov sot u bën bashk. Ata u mblodhën në një konferencë me temën Dhuna në shkollë, iniciativa për rrjetin e shkollave pa dhunë. E gjithë kjo në kuadër të një projekti të implementuar nga iniciativa Femrës Kosovare në Gjakov, të përkrahur nga Ambasada e Luksemburgut. Gjithë projekti ndahet në dy komponenta kryesor. Një mund t'i llogarisim si rezultate që kanë dalë nga seta e nxënësve të punuar, a jam edhe unë pjesë e dhunës në shkollë. Dhe rezultati i dytë ka qenë krijimi i mekanizmave në shkolla që ne kemi ndihmuar me projekt, formimi i komisioneve këshilluese dhe rregullor se si të funksionon ky komision. Rezultatet nga të gjitha aset që nuk janë përfshirë gjithë nxënësit e shkollave, por një numër i konsiderueshëm, rreth 800. 68% e tyre ka dalë që përjetojnë dhunë, qoftë verbale, psiqike apo fizike në shkollë mes nxënësve. Jam shumë e kënaqur që jam pjesë e një diskutimi të tillë që do të shohim rezultatet e këtij projekti. Kur organizata juaj ka shprehur interesimin që të realizojë këtë ide, ne kemi dërguar në Luksemburg dhe është aprovuar. Nuk ka gjë më të mirë se sa të investojmë tek fëmijët. Në këtë projekt kanë qenë të përfshirë mësimdhënësit, nxënësit e po ashtu edhe prindërit, të cilët janë treguar shumë bashkëpunues. Është bërë një punë e mirë nga anëtarët e organizatës dhe mendoj se do të ndikojë në vetëdijsim. I falenderojmë edhe fëmijët të cilët kanë punuar shumë përmes ideve të këtyre përmes vizatimit. Në anën tjetër e para arsimit në Gjakov, Diana Çarkaxhia tha se dhuna si fenomen nuk ndodh vetëm brenda objekteve shkollore. Ajo theksoi mungesën e pedagogëve dhe psikologëve nëpër këto institucione të arsimit. Dhuna nuk është pjesë vetëm e shkollës, por është pjesë ndoshta shumë herë edhe aktive nga familja. Shumë elemente të cilat vijnë si pasojë e punës jo të mirëfillt që bëhet në shtëpitë e nxënësve, është ajo se ata nuk janë të trajtuar ndoshta edhe në familjet e tyre mirë. Ndonjëherë mund të jetë rrethona sociale, ndonjëherë do të jenë rrethonat emocionale të familjes dhe të mirëqenies dhe bëjnë që fëmijët mos jenë ata vetvetja. Në këtë rrjetë prezant ishin edhe përfaqësues nga Drejtoria Rajonale e Policisë. Kemi qenë në bashkëpunim me organizatën IFK në Gjakov, ku kemi ofruar mbështetje lidhur realizimin e këtij projekti dhe në kuadër të këtij projekti është formuar edhe një komision këshillues që 8 shkollat fillore të komunës së Gjakovës janë duke realizuar. E përmes këtyre pikturave, nxënës të shkollave të Gjakovës dhanë mesazhe për dhunën. Ne nxënësit në anë të vizatimeve kemi paraqitur dhunën në mënyrë të imagjinatës, por që është edhe realiste, dhe mesazhi plot këtyre pikturave është se duke ulur dikën të poshtë kur nuk mund të ngrihesh lart. Në Tryezën, dhuna në shkollë, iniciativa për rrjetin e shkollave pa dhunë u dhanë sugjerime për parandalimin e dhunës në shkolla nëntëvjeçare. U nxorën edhe rekomandime.